Kthehemi përsëri shikues të nderuar, jemi në bisedë me doktor Lajçan, po flasim për periudhën 8 vjeçare që dhe çorinë e saj, sukseset, pse jo edhe ndonjë sugjerim me vërejtje për këto periudhë 8 vjeçare që ka realizuar në komunën e Tuzit. A ka aktualisht komuna e Tuzit një zë që të loboj për te jashtë trevesh të saj, në Amerika, në Evropa, diku gjetë, që të loboj për te dhe konsiderisht edhe për përfitime fondesh, por dhe të fushave të ndryshme. Pasi ne dim rëndësinë e madhe dhe kontributin që ka dhënë shoqata Malësi e Madhe, e cila është me shumë respekt për t'i përullur, pasi është një shembull, do të thosha shembulli më i mirë pas Federatës Pan-Shqiptare Vatra, se si ndihmohet vendlindja. Por nuk shikojmë aktivitete, nuk shikojmë, pra kam frikë, mos shkojmë te gjumi i Kosovës, i 8 vjeteve, se 8 vjet përkon dhe kjo, nga 2018-2006, 2008-2016. Unë mendoj se bashkëpunimi ekziston, por ajo që neve duhet të fokusohemi më shumë është se ky bashkëpunim duhet të rritet në nivel më të lartë. Komuna ka një zyrë për diasporën. Unë më parë, kryetarin e më parë drejtorin e kam njoftë, këtë në fakt është ndrua dhe nuk jam i sigurt se cili është emri i tij, por rëndësi ka se ka një zyrë. Tash ti lind pyetja, a ekziston komunikimi institucional në mes të komunës me diasporën shqiptare, me shoqatat, me individ këtu? Mendoj se ekziston, por jo në nivelin e duhur. Pse jo në nivelin e duhur? Sepse bashkëpunimi duhet të jetë konstant. Pra, jo vetëm para zgjedhjesh ose ndoshta një muaj mas zgjedhjesh. Është për të falendëruar dhe vlerësuar faktin se diaspora shqiptare ku shkon atje, organizojnë një mbrëmje veçantë për diasporën, banë një pritje që nga kryetari, përfaqësuesit politik, zyrtarët komunal, domethënë e vlerësojmë në gjatë tillë, por unë mendoj se bashkëpunimi duhet të jetë shumë më efektiv, për faktin se diaspora nuk duhet vetëm parë në aspektin e donacioneve, duhet parë si partner. Mendoj që komuna ka projekte, po pse jo ndoshta edhe diaspora mund të kenë projekte. Është në interesin e komunës, po është edhe në interesin e diasporës që të gjithë këta njerëz të suksesshëm, biznesmen, sepse diaspora është potencial edhe profesional, është potencial edhe ekonomik, po çka është më e rëndësishme është potencial adlëdashës. Pra në qofse e duhen ta bëjnë një punë, atje, domethënë ata e bëjnë me dashuri, përveç edhe firtimit e bëjnë edhe me dashuri të madhe. Dhe këtu duhet shfrytzuar këto pika, domethënë bashkëpunimit, komuna me diasporën, duke u institucionalizuar gjanat, pra nuk bëhen vetëm thjesht në mënyrë formale, vizite një ditore, 2 ditore, darka, koncerte, kështu me radhë, por duhet jetë edhe këtu një organizim që mund të flasin ndoshta në emër krejt diasporës të asaj zonë, është ndoshta edhe fajlet tek ne, sepse edhe ne duhet ta kemi një qendër mbar kombëtare këtu në diasporë dhe të krijojmë ndoshta edhe bëjmë edhe një zyrë që mund të lidhemi me komunën e Tuzit ose edhe me tjera qendra shqiptare. Këta biznesmen shqiptar që janë këtu nga ajo zonë, po pse jo nga një zonë tjetër shqiptare, ndoshta shef interesin për investim. Pra, unë mendoj që në këto pika duhet punojnë pak më shumë. Po nuk jo edhe për investim, por edhe për profesionist të fushave të ndryshme. Për shembull, këtu ka shqiptar në gjitha degët dhe ka në pozicione domethënë të ndryshme dhe ndoshta komuna është mangut për një specialist një degë të caktuar, ndoshta mund gjendet këtu dhe pse jo mund shkojnë, unë njoh shqiptar që kanë shkuar nga këtu, jetojnë në Tiranë,
kanë punën atje, edhe janë kthyer për të jetuar atje. Edhe unë mendoj dhe besoj që sikurse dikush të ketë kushte, dhe të krijon kushtet e punës, ose të krijon kushtet e biznesit, më mendoj që ka dhe ekzistojnë, domethënë, njerëz shqiptarë të cilët do të investonin dhe do të komunikonin atje më shumë. Besoj që në të ardhmen do të punohet më shumë institucionalisht në bashkëpunim mes të diasporës dhe komunës së Tuzit, sepse diaspora është një thesar, është një burim edhe energjiet, po edhe një burim ekonomie. Meqense këtë pyetje mu përgjigjet në mënyrë diplomatike, po ju bëj një shtesë pyetje. Çfarë lexoni juve pas kësaj që unë po ju them? Sa kohë ka që këtu në Amerikë, në Michigan, që ka qenë qendra e shqiptarizmës, edhe jam i bindur, pa pjesëmarrjen e diasporës, komuna e Tuzit nuk do ta fitonte atë mëdhësinë e saj. Sa vite ka që s'ka ardhur në Michigan një kryetar komune? A më në mend që ka ardhur Gjelloshaj? Qa lexon për këtë? Po, shumë e vërtet. Kjo keni shumë drejt. Unë në fakt unë e majmen kur ka pasazh dhe Nik Gjelloshaj, domethënë kur kanë koha e zgjedhjeve dhe kemi pas një takim me ta. Dhe që atëherë në fakt nuk e kam takua, flas këtu nuk e kam takua. E di se mas pak kohë ai ndroi pozicion dhe erdhi kryetar komune, domethënë zotëri Lindon Gjelaj. Unë pajtohem me juve se ata do t'i banë vizit, domethënë bashkobasve të tyre dhe bashkëvendasve edhe ma shpesh, e di se janë të angazhuar, kanë obligimet, por nuk do të përjashtuar ardhjen, vizitën her pas hershme, komunikimin, diskutimin, marrjen e idejave dhe bashkëpunimin. Kjo në fakt mungon dhe unë menoj se kjo duhet përmirësuar në të ardhme, sepse në një farë mënyre edhe kjo diasporë duhet të respektohet. Sepse neve jem gjithë me origjinë atje. Ndoshta këtu ka shumë që edhe kanë lindur këtu, por babat e tyre, gjyshat, stërgjyshat, neve kemi tokat tonë atje, kemi shtëpit tonë atje, kemi pasurin, ndoshta më të madhe se sa këtu. Ju e sollët një panoramë të përgjithshme, pozitive, edhe për mua më bëhet qefi që jam shumë happy që juve e sollët në formë të tillë. Shqetësimi im ishte se mos shkalojmë në atë gjumin e Kosovës 8 vjeçar. Si mund ta përkufizosh në përgjithësi, pra ta përmbledhësh, a kemi neve një curi pozitive të administrimit të komunës Tuzit, të gjitha resurseve potencialeve që ka ai komunitet, apo kemi ndryshim pushteti dhe nuk kemi përfitime nga populli? Pra sa ka përfituar populli? Jo, unë mendoj këtu, përveç se ka ndryshim pushteti, mendoj që ka përfituar edhe populli në këtë pikë. Që nuk mund të them se ka përfituar 100%, ndoshta shumë, por mendoj që ka përfituar dhe mund të konsiderohet me numra, me shifra pozitive që ka përfituar. E di se ka ankesa, e di se ka edhe njerëz që mendojnë ndryshe në këtë pikë, por të pas parasysh se unë majmen situatën ma përparen dhe majmen situatën edhe sot, unë mendoj se është dallimi për ata të cilë duhen me pa, është shumë ma i mallë dhe e di që nuk është përsëri pajtohet me ata, nuk është vetëm ndryshim pushtetit. Një gjatë që duhet ta kem parasysh, të gjithë të pozicionuarit në postet që i kanë këtu, nuk duhet të ndihen tepër komfort, dhe më thënë, dhe të mendohet se neve kemi arritit deri këtu, kemi ba këta që kemi ba, edhe tani ju të tjerë mos folni sepse jem në rregull. Pra, nuk shpresoj dhe besoj se nuk e shohin në atë mënyrë dhe nuk do arritet deri në atë shkallë, por kjo çështja e gjumit, që juve e theksu disa herë, edhe vërtet është pengesë, shpresoj se këta do të kenë një zile që të thonë dikush ndoshta mbase ka vendre diçka, edhe mbase edhe po flejnë pak shumë dhe duhet zgjohet nga gjumi. Shpresoj se tjetë edhe një alarm për të kthyer pak dhe të bëjnë një reflektim.
të reflektojnë pak dhe të shofin, a vërtet jemi duke punuar, aq sa mujmë me punuar, aq sa kem kapacitet, apo nuk jem duke punuar. Si që thash, vërtet ka edhe pak nësi, nuk mund të përjashtoj pak nësi. Unë personalisht, për shembull, edhe me tjerë njerëz, mendoj që ndajnë këtë njëjtin menim, kemi probleme në malësi, për shembull, është probleme edhe çështja e ajrit, po supozojmë, është problemi i deponisë, për shembull, aty në grumbullimit mbeturinave. Nuk po duhet me hyrë këtë temë tani ndoshta, por është një problem që duhet trajtuar dhe komuna duhet e di se ka marrë hapa për të marrë me këtë çështje, por duhet akoma më shumë, sepse komuna, kjo kompani është në territorin që i takon komunës Tuzit, por faktikisht të gjitha të ardhunat shkojnë të Podgorica, do më thënë të kompania Deponia, nuk e di se si e ka emrin tamam, por duhet do më thënë që t'jem pak ma, duhet t'jen në fakt ata pak ma të angazhuar në gjitha këto pika, gjitha problemet, le cep me cep. Nuk duhet ta lidhi diçka që ka të bëjë me mua personal, për shembull në vendin aty ku kam lindër, jam rrit, mendoj që është vendi i vetëm që akoma nuk ka shkuar ujësillsi dhe nuk ka shkuar rruga, do të thënë ku jam rritur, në krejt malësinë e madhe, për çka ndoshta edhe kanë arsye, as nuk kam Si quhet vendi ku i lindër? Drume poshtë. Drume poshtë. Drume poshtë ku kam lindur edhe jam rrit aty dhe kam jetuar. Do më thënë, në gjitha vendet tjera, jam shumë i lumtur. Po ndoshta nga që jeton në shtëpia Çurmuloj, ndoshta. Që ndoshta edhe jo, por prap do ta them, nuk do ta marr personal, unë vërtet i vlerësoj. Unë kënaqem kur çdo kun është punua, sido që është punua më mirë se çka kanë. Edhe krejt, do më thënë, kam e të lajë të një cep, është shumë interesante si lidhet kjo, pra nuk duhet menoj që ky pushtet e ka ba, një gjatë tjela, kam shumë respekt për gjithë biles, kryetarin e komunës tani e kam edhe në lagje, kam një 2 shtëpi më largë edhe flasim kështu, është lagja e kryetarit. Kryetarin mos jetë dembel, do të lëvizi. Po, por do të them edhe një diçka tjetër, interesant një histori që përsëritet, për këta unë të them dembelia dhe qetësia nuk është e mirë. Shpinë që kemi në Tuz, aty në atë lagje që thash unë, do të kemi pas fillua, kemi pas baba, ka pas blej aty disa vene shtëpi, nejse, dhe është shumë interesant, vetëm për faktin që nuk kam ken i partisë që ka ken në pushtet në atë kohë, prej gjitha anëve ka qenë asfaltimi edhe ka qenë ujtë, kurse është afrua deri një shtëpi, vetëm shtëpia ime, vetëm aty ku ka qenë shtëpia ime, nuk ka qenë as asfalt, bile për ujë nuk e dija ka edhe sot, do të thënë kanë ardhur se rrugët ishin çonin sikur gërsher. Gjitha ishin të asfaltuara për gjitha anëve, edhe ajo rrugë kurse ajo pjesa ime aty. Bile ma ka thënë Jani, ka qenë pushtet atër, më thoshte, more në tonë, thotë, na prishe punë, more, po pse? Po e kam shpinë aty bustete, ja kërkoj, thotë, asfaltin e s'ma përbjen, po pse, thëmë, s'ta bjen? Osa je buzë Antoni, thotë, po mirë më burë të ta bjen për janej, thosha, që mos, dhe më dhenë, në këtë pikë. Me qita ta prapë nuk do me mendua se është ba me qëllim, e di se populata është zvoglua, është ba ma sopor, neve kemi tokat atje, kemi jetën atje, do më thënë, nuk i dihet, dikush do të kthejmë aty, edhe jemi pjesë e komunës, edhe pagojmë taksat dhe duhet të marrim ato. Doktor, do të presim përsëri bisedën. Ju e dini që publiciteti është pjesë e punës tonë, shikos nderuar, shikojmë pas pak.